mua nga babajra me të pas sepse doja të ktheja orën mbrapsh. Se unë thëmë vërtetën e nuhata qau e intriganta që ishin këta. Ta ishin gjak pirsa komplet, faleminderit për 3 milion. Edhe fash, më mirë ta kthej këtë orën mbrapsh, para se të bëjnë ndonjë denancim su ku javova orën, edhe ja ktheva, e ngjizova, ja ktheva orën, se andej presin gishtat, presin duart për vjedhin orës. Po jo, vazë të pres një i gishta dure, për le që thonë tërë. Po e Fabio, këta qajnë para syve e nuk e kanë qarje me vërtetë, janë intriganta, janë për zotin qas benë. Me ndërë këta edhe kthejmë mbrapsh për ato i gjera, Fabio. Në Allah në rrugë. Ore, kjo s'ka pas nevoj për ore, ka pas nevoj kërkon të punë tani me qatë thoshtë Guqi. Unë doja një jetë të re, doja të largohesha, kam qenë burgjeve që 13 vjeç, jam 32 vjeç. Kam bërë 12 vjetë brapa derës, 16 vjetë i kam vënë sistemi të burgjeve. Doja thjesht një jetë qetësoja, një vit qetësoja trurin, rehabilitim trurin. Doja t'i ikja me rutin, punë shpi, kaq doja. Do me thënë e ke bo men me ndryshu vlaqko? Me ndryshu vlaqko? Dëgjo, se njeriu ndryshon, mëson, bëhet më i fortë, studion. Po, doja një qetësi truri vlla, që mos mirësham fare me të njëjtin rreth që kam qenë. Po me qa shikoj unë atë keqen aty rrethit që mbaja, që rrini me shpata, e rrini me ato në sene në duar, se sa juve intriganta dhe TikTok. Po palok. Nuk jam këtu për sharë Sami, nuk duhet ta shaj, nuk e shaj, nuk ja hef poshtë më va 10.000 euro, po mos të mashtroj si ku më va 30.000 euro, ose të pak të mjapi e 20.000 euro të tjera që të themi të 2 palë që më va 30.000 euro. Vlaqko, po pëse u bërë pjesë tu me internetit? Apo hyre kot që mund që të Hyra kot një ditë, Fabio, hyra kot një ditë para se dorëzoja veten, pajta dorëzova veten ditën tjetër. Po sheva një telefon me veten intervistë, se pash po më qonë burg, të recepcioni ti e di që shmaj pastruesa. Po, Unë bëjnë recepcion kam pastruesa. Edhe fash, po, momentit që shikoj pastruesin, do i bje me grush që të fusim biru, se të mbaj telefoni me vete. Që të kisha telefon, se kushton shtrenjë telefoni branda, kushton nga 2-3.000 euro, 5.000 euro. e di. Edhe kur isha në intervistë 2 orë u lova, nxora telefonin, i ngjizova intervistën. Unë e kisha matur për 5 vjetë burg, ata më thanë mua, je i lirë. Momentin që më lirua mua, unë kisha postuar story në intervistën. Shikoj unë, kështë baj TikTok-u ime, vlla, gati 150.000 followers brenda 2-3 orë. Ne shqiptarët e përdorim mbrapsht vlla TikTok-u. Edhe pastaj atë ditë mervi Sami, pa unë ndihmoj një smur, i thash Sami, unë s'jam i smur. Po qaj smur ti vlla, ti e më mirë se ne tjerë, qaj smur. O Fabio, kam kaluar 10 herë kam kaluar testa psikologjie, testa psikiatre. Doli Sami, gjasme do ndryshonte jetën mua. Pas Sami unë ndihmoj njerëz të smur.